ne jemi Trade Castlevania, si sot do të bëjmë një video tjetër, pasi kemi incizuar podcastin. Unë jam me Henry këtu, do të diskutojmë për një kompeticion që ka kryer TradingView, një kompeticion që ka qenë me më shumë për praktik dhe për të parë të gjithë pjesëmarrësit se kush zbaton strategjinë e tij më mirë, kush është më fit imprurës. Ka qenë një kompeticion, mos gaboj, me diku te 80.000 pjesëmarrës, bëhet një herë në 3, një herë në 6 muaj ky kompeticion nga TradingView për të parë më shumë njerëz që zhvillojnë strategjinë e tyre në tregun e ndryshëm të kriptove, të stocks, forex, mund të luanim gjithçka te ky kompeticion. Ka qenë një kompeticion që nga skuadra jon këtë herë e ka zhvilluar Henry, edhe pse është futur e ka luajt për gati 2 javë, jo më shumë. Shfut pak me vonesë, por do donim diskutonin më shumë rreth këtij kompeticioni. Përpara disa muajsh unë kam qenë top 2% të gjithë tradersave. Ne kemi bërë një video të ngjashme, një video të tillë, ku kemi folur për pozicionet e mia, ku kam hyrë, si kam dalë, çfarë kam parë te Bitcoin, tek disa asete tjera që unë kam luajtur. Kurse këtë herë Henry do të na shpjegojë, do të na flasi për veprimet e tij që ka bërë në treg, sepse ka dalë në top 1%, që janë më të mirët, edhe pse do kishte mundësi ta fitonte, po ta kishte luajt më shumë, por normalisht për shkak të angazhimeve të jetës personale nuk është se ka patur kohën e mjaftueshme për ta luajtur. Ka qenë thjesht një kompeticion me lek jo real normalisht. Por gjithsesi është diçka e mirë për tu praktikuar dhe për të provuar veten. Po, unë më shumë e bëra për antarët e ri të Telegramit që shikoshin që me informacione që unë ndaj dhe me informacione që ne japim dhe te Discordi, ato mund të realizojnë një shifër të mirë profiti për një periudhë të shkurtër, një mujore që është kompeticioni. Sepse shumë nga antarët aty më pyesnin çfarë përqindje mund të fitosh me strategjinë tënde ose sa përqind mund të fitosh në muaj, dhe ja ku unë e kam treguar shifrën duke tregtuar tregun. Pastaj filloi dhe si diçka rastësi, sepse unë e kisha harruar fare që ka një kompeticion te TradingView, sepse unë tregtoj paratë mia reale në treg dhe nuk kam nevojë që të merr me kompeticione shumë. Por Giulio dhe një antar tjetër që ka bërë trajnimin tim dhe është pjesë e Discordit, ka bërë kompeticionin. Edhe unë thash pse mos fillova me 9 ditë me vonesë, edhe kam hyrë te top 1%, diku te pozicioni 200 e ca, do të ndaj pak më vonë këtë pjesë, 200 e ca, nga 40 e ca mi, jo 80 e ca mi, duke ishin 40.000 këtë radhë. Te kompeticioni jot Cleo, që kemi mbuluar në nëntor dhe dhjetor, tani nuk e maj me mirë datën, që do rrititet top 2, prap me strategjinë tonë që ne po dorim. Ishte një sfidë që ishte kundër duket 120.000 ose 150.000 tregtar, pak më shumë, por konceptet janë pak a shumë identike. Ideja është që po hyret te top 10% të tregtarëve je fit imprurës, po hyret te top 1% je një nga persona që performon më mirë dhe mund tregjet, mund S&P 500, mund Bitcoinin dhe arrin shifra, le të themi si puna ime që kam arritur diku te 121%, 124% për një muaj në akauntin tim. Leverage ka qenë me 25, mos gaboj, apo? Po, me 25 un kam përdorur maksimum leverage me idenë që të fitoja kompeticion ose të konkuroja. Maksimum leverage, mrena rregullat të kompeticionit, dhe kam arritur te pozicion. Do ndaja tani një foto me ju, dëgjuesit tu. Kjo është pak a shumë performanca ime. Këta e kam marrë përpara se është mbyllur kompeticioni, ishte më duket një lëvizje ose dy lëvizje më përpara. Do shikoni këtu që kam realizuar diku te 330.000, sa akaunti që t'jepshin këto ishin me 250, edhe pozicioni 239, edhe profiti te 121% profit për një periudhë 2-3 javore, por unë kam tregtuar vetëm unë fillova datën 9 prill, jo datën 1,
kam tregtuar vetëm 10 ditë. Nuk është që kam tregtuar gjithë periudhën, ditë mas dite, me day trading, me skalpime, me këto. Kam tregtuar vetëm 10 ditë. Kam kapur për shembull pozicione më të mira me probabilitete më të larta që do të mbulojmë tani. Por Po në 121% është një përqindje shumë e mirë, domethënë për një muaj që edhe pse ka qenë kompeticion me lek jo virtual, jo real, por për gjithë ata që duan që ta luajnë tregun edhe më pak shumën, jo në këtë shumën normalisht sepse janë shumë dhaja, sidomos për fillestar. Nëse ju keni strategjinë e duhur, dinit kur të hyni dhe kur dilni, atëherë mund të realizoni dhe ju këto lloj përqindjesh fitimesh normale. Prandaj bëhen këto kompeticione për të provuar veten, nuk bëhen për edhe pse me sa diun 25 vendet e para shpërblehen diku. Disa shpërblehen me para, disa shpërblehen me për trading view e marri falas për një vit, 2 vjet, diçka e tillë. Por ja vlen ti provoni sepse me të vërtet do të testoni veten tuaj dhe do të shikoni se ku jeni vërtet përpara se të hyni në treg me paratë e vërteta ose me shumat që ju doni. Po, është një mënyrë për të bërë, le të themi, keni bërë paper trading, keni testuar veten, pastaj testoni veten me një kompeticion si puna kësaj. Tani po që hynte top 2-3 më duket merr 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, diçka tjetër, nuk e di sa është shifra ose dollar. $3.000, diçka tjetër. $3.000. Janë thjesht shifra dhe themi më shumë simbolike nga TradingView dhe top 2% marrin 6 muaj falas. Janë thjesht gjëra simbolike, nuk është që do pasuroheni me ato ose do keni kapital serioz për të tregtuar tregun. Thash, unë personalisht e bëra më shumë sepse pash 2 antar dhe thash është një moment i mirë që unë mund t'ju tregoj 1300 antar të ri që janë bërë në Telegram se si e tregtoj unë tregun dhe me leverage po që unë du që të arri shifra serioze mrena një muaj. Tani unë nuk e bëj këtë gjë për paratë e mia se jam më konservativ, por ideja këtu është që të hiqnim leverage 25x, do kisha bërë diku te 4.8% në muaj. Prap, në fund të vitit do kisha diku te po që e riciklon kapitalin, mund të ishte diku te 70-80% në fund të vitit. Kështu që dhe me 70-80% në fund të vitit je një nga top trader në botë, jo vetëm në teme ku ke leverage. Kleo, ndonjë pyetje nga ana jote si mund të bëjmë le të themi zbërthimeve e tregtimeve? Si mendon ti? Duhet të pyesja se cili ka qenë aseti që ti ke luajtur më shumë në këtë kompeticion, se duke parë që tregtimi bëhet me shifrat reale të vlerës që kanë Bitcoini ose gjitha ato të tjera që kanë qenë për të luajtur, nuk e di shumë mirë kush ka qenë këtë herë. Po duke parë që janë shifrat reale të çmimeve, atëherë kush ka qenë ajo më e mira për të luajtur që mund ta luajë më shpesh me strategjinë që ti përdor? Po. Ishte Goldi, ishte Bitcoini apo ishte dikush tjetër? Po, unë kam tregtuar më shumë kripton dhe stocks, Floririn dhe Forexin pak fare, po shikoj që te Floriri Forexi nuk po lëvizin shumë, po flasim dje që Forexi Floriri lëvizin ndryshe, nuk lëvizin me trende të fuqishme dhe i kuptoj më mirë tregun e aksioneve, valet kryesore të aksioneve dhe valet kryesore të Bitcoin dhe të kriptot. Kam tregtuar Bitcoin, Ethereum, Solano, të gjitha me maksimum kapital që mund të pozicionohesha, që ideja që ishte që të fitoja kompeticionin, dhe me maksimum kapital të mundshëm në pozicionimet që lejonte Pepperstone të ky kompeticion, te Nasdaq 100, NAS 100, US 30 që është Dow Jones, Gjermani 40 që është Europiani për shumë dhe Kinezi kam tregtuar këto. Pastaj më shumë kam tregtuar Bitcoin dhe Ethereum më mrapa me day trading, pak fitim, pak humbje, derisa u mbyll kompeticioni. Por Forexin kam tregtuar pak fare, dy val më duket ose një val, dhe Goldin kam tregtuar, por kam tregtuar kundër tregut, kundër trendit dhe kam dalur me pak humbje te ajo lëvizje dhe ishte mos kisha dalur me humbje këtu, do të isha edhe më mirë në pozicionim.
sepse tregtova kundër tregut për short, kur tregu ishte me oferi të madhe për long. Le të themi që nuk është se ke qenë shumë i përkushtuar tek kjo gjë, pasi ke pas angazhime të tjera, do të luash tregun me paratë tua reale, të merresh me menaxhimin e gjërave që ti ke në treg. Edhe normalisht kësaj do i kushtoja më pak kohë nga të gjitha. Njëjtën gjë kam bërë dhe unë kur e kam konkuruar, domethënë nuk është se i kushtoja shumë kohë, se do kisha bërë akoma më mirë. Mund të humbësh një pozicion që nuk arrin ta kapësh. Edhe janë këto gjëra që janë përqindje që ti i humb, por nëse do ti luaje mund të arrijë akoma dhe më shumë. Pse jo, ndoshta do ta kishe fituar, besoj. Po. Nuk ishte, kuptoj, nuk është prioriteti im kjo gjë, ishte më shumë që gjatë çuna shikoj se çfarë po bëj unë me pak, në themi, iniciativë dhe me strategjinë e dur me një periudhë një mujore. Por nuk kam një kompeticion tjetër që po bëj me paratë reale, me akauntin tim real, kështu që do të shfaqet dhe ajo më vonë, po që ecin gjërat ashtu që po ecën tani. Ajo është në rang ndërkombëtar. Eksakt. Por kjo është thjesht konkuron me ekspertët e fushave. Eksakt. Edhe këtu te ky kompeticion mund të ketë pasur ekspert, mund të kenë qenë njerëz që vërtet e luajnë tregun, po më shumë bëhet për të testuar veten. Po. Edhe është ajo që thotë, nuk kam qenë, le të themi, prioriteti numër 1, nuk ka qenë kjo, por jam munduar të kap valët kryesore në rritje që pati tregu nga bottom. Dhe tani dohet të zbërtheja disa nga tregtimet më të mira. Cila ka qenë një ndër tregtimet më të mira që ke kapur? Ka qenë Solano. Dhe ja po shikoni tregtimet e mia këtu. Edhe mirë është që të shkojmë ndonjë orar pak më afat shkurtër, sepse jam detyruar të tregtoj pak më afat shkurtër. Po hym te 4 orë, unë zakonisht tregtoj te një ditori dhe sipër, se jam swing trader fatmesëm, por po një koncepte kam përdorur dhe për tregtimin e këtij kompeticioni. Tregtimi që kam bërë unë këtu ka qenë nga bottom te shifra diku te 107 deri te kjo zona këtu për 8%. Pastaj kam tregtuar valën në thyrje. Prap ideja ka qenë që kemi bërë një bottom në treg këtu poshtë. Sepse aty ka krijuar, le të themi, me strategjinë time dhe të RSI-a dhe të formimet e tjera, një bottom. Dhe pastaj kemi vazhduar më lart dhe këtë val këtu e kam tregtuar me day trading. Se po i shkon, jo me day trading, me swing trading. Po i shkon të një ditori, do shikosh që ka qenë lëvizja që ka thytë tani për lart, probabiliteti i lart për lart, dhe kam shitur këtu në top. Kjo më ka dhënë para më të madhe. Kjo vala, por në këtë val unë kam kapur jo vetëm Solanën, por kam kapur Ethereum, kam kapur Bitcoin, Nasdaq 100, US 30, tregu kinez, tregu gjerman. Kjo më ka dhënë ato 200-300.000 fillestare në rritje, se më kapur një val kryesore këtu, se shikoni edhe te editori që ka pasur një bullish divergence për lart. Dhe më pas kam dalur, kam rihyr, kam ridal me pak profit. Kjo ka qenë pjesa day trading. Këtu kam bërë një tregtim long, kam dalë këtu prap. Pastaj short diku këtu deri këtu për 1%. Dhe pastaj kam bërë një long këtu për e mbylla dhe nuk u mora më me accountin, ka qenë data 29. I bie që kam tregtuar nga periudha 9 prill deri te 29 prill. Pastaj kam lanë, nuk kisha punë të tjera, gjëra të tjera. Por të kisha tregtuar, kjo është e pjesa që ti përmendë pak më parë, valën për poshtë që ne kishim kapur, që unë këtë val do të kishim kapur diku te kjo zona këtu. Kishim tregtuar këtë val, do kishim marrë dhe 18% të tjera, besoj që do kishte diku te 500 ose 600.000 profit me $250.000. Kjo është zbërthimi i Solanos. Tani shikojmë Ethereum, do shikoni pak a shumë identike formimet e çmimit. Valet kryesore që kam kapur unë, shikon? Vala parë
vala 2 në swing trading, pak day trading këtu dhe kam lanë. Bitcoini po ashtu nga bottom, e kam blerë këtu, kam shitur, pastaj kam hyrë short këtu, kam shitur, kam hyrë long, kam shitur, pastaj long prap për të kapur valën e madhe, long prap për të kapur këtë valën këtu, që i bin kemi kapur, shikoj, një val, një tjetër për short, 3% këtu, 4% në valën tjetër, dhe pastaj kemi kapur, se nuk duken dhe aq qartë sepse janë te 4 orash, po në 12 pak më fal shkur. Kuptohet që kemi kapur çdo ebb and flow, çdo çarkullim, ja, shikoj te një orash. Dhe pastaj swing trade më afatgjate këtu deri këtu, një long tjetër për 9% këtu deri te kjo zona këtu, dhe pastaj prap long edhe short këtu edhe long prap i konvertohet direkt animin e tregut. I bin që para më e madhe, kjo është gjëja interesante, ku është fituar Kleo, te çfarë lloj tregtimi? Swing. Te swing trading, te tregtimi që bëjmë ne, afat mesën. Kjo më ka Mirë, shiko, ne bëjmë për të qenë konkurrent. Ne bëjmë swing trading sepse pak në ti e ke provu me vite që ka qenë më fitimprurës me këtë strategji se sa të bësh day trading, por nuk do të thotë që e njëjta strategji nuk funksionon edhe në day trading, funksionon në çdo lloj gjëje. Unë kam provu dhe vetë, ndonjëherë dhe luaj day trading, por nga që duhet të jem gjatë gjithë kohës në kompjuter ose duhet të jem më i përqendruar, më hang kohë. Kurse swing është gjë tjetër, vendos 2 alert aty dhe 2 porosi gati, është t'jep atë kohën e duhur. Po, është më i qetë dhe të marrë në valë më të mëdha. Nuk është të bëjmë publicitet se çdo trader që përdor atë strategjinë e vet do mënyrën e vet tregtimit do mburi atë lloj mënyre. Do të day traders thonë që bësh day trading e mirë. Kurse ne themi swing trading sepse aty e shikojmë vetën. Unë e kam vërtetuar gjithashtu, kështu. Po ta shikojmë te ky muaj, domethënë në swing trading kanë qenë valët më të larta, më të mira për të. Normalisht aty dhe me në i humbje, në i lëvizje, sepse edhe do humbësh në lëvizje që ti ke bërë, dhe ti besoj se do kesh humbur aty në lëvizje që ke bërë. Po, kam ca humbje të tjera, do t'i tregoj në histori unë tu. Tani, humbjet kanë qenë shumë të pakta sepse kam dalë shpejt. Prap një element tjetër i strategjisë. Po, eksakt. Ideja ime ka qenë që këtu kemi pasur le të themi një double bottom te Bitcoini dhe ishe i detyruar nga 75 të shkonte për lart, dhe unë hyra pak herët te kjo me idenë që të kapja valën në një moment që mund të më jepte një rritje të mirë swing trading, ose të kapja le të themi një mirë reversion, një kthim të çmimit mesatar, pastaj të varionte çmimi më lart me një swing trade, të bësh nga day trade në swing trade. Nuk ndodhi ajo gjë dhe u tregova pak si i shpejt këtu, hyra dola mena ditës, pastaj këtu humba pak sepse tregtova prap long, u nxitova dhe pastaj dola me humbje, pastaj tregtova short, fitova, pastaj long prap dhe kapa valën e mirë. I binte që unë po dilja shpejt derisa të kapja valën e mirë. Dhe po fitoja sa të mundesha me day trading, derisa të bësh një val swing trading me strategjinë time, dhe pastaj nuk kam tregtuar më shumë këtu, mas datës 29 kam lënë. Kapim dhe Nasdaqu që e kapim nga bottom fare. Edhe te kjo kam bërë vetëm një gabim, se edhe te kjo të kisha tregtuar pak më shumë. Dhe shikosh vetë tani, Kleo, kjo është një orari tu, charti një orë. Shikoj, nga kjo zona këtu,
double bottom, tregtim deti nga zona. Që e bin që kemi marrë, këtu ka marrë fitimi më të madh, ka qenë 12% mrena 2-3 ditëve. Pastaj pak humbje këtu, te kjo zona këtu pak humbje fare edhe pak fitore. Dhe pastaj kam tregtuar këtë valën tjetër për lart deri këtu, por do të kisha bërë swing trading, edhe të kisha bërë 12% të tjera që gabimi im aty që nuk e majta pak më gjatë ose nuk rihyra. Edhe kjo më ka ulur ato profitin që unë më të realizoja, sepse nuk e kam tregtuar aq shpesh se sa Bitcoini dhe Ethereum dhe Solano. US30 ka qenë një edhe gjë. Kemi kapur ato dy valët e para, nga bottom, shikoj 1, 2 për lart. Kemi këtë valë këtu, prap 8% e kjo, me 25x kuptohet që mund të fitosh shifër shumë të madhe. Dhe deri këtu 3%, por kjo 3% që du të ishte 7-8, atë kjo. Kjo ka qenë një gabimet e mia të performanca që unë s'kam dalur le themi edhe më mirë. Do një pyetje tjetër për mua? Te kjo? Po doja të të pyesja edhe për mënyrën, domethënë si e ka organizuar gjithë këtë loje që ke bërë, domethënë këtë lloj tregtimi. Për që qofse nesër pas nesër dikush do të hynte me lek real në treg, po jo në këto shuma siç ka qenë shumë e kompeticionit, por do të hynte me një shumë e zëm $5,000. Është një fillestar dhe do të zbatonte të njëjtën strategji, ose edhe ti vet. A do arrije të fitoje të njëjtën përqindje edhe pse ishte shumë më e vogël? Po, sepse kam përdorur le themi ca koncepte që janë bazike në treg ose masi bazike. Ideja këtu ka qenë shumë e qartë, që kur shikon 4 orshin, ka bërë një double bottom, pastaj një thyrje për lart, unë kam bërë pak herët, me idenë që kemi kapur këtë double bottom këtu, le themi RSI shumë e blerë, shumë e shitur, dhe pastaj po shkonte për lart, shkon për lart, dola. Po të njëjtin koncept, edhe në dalje kam dalë me idenë që tani do bëj një ulje ose një konsolidim. Dola, bëri konsolidimin, i vetmi gabim ka qenë që s'kam rihyrë, që të kapja edhe këtë valën këtu. Por kjo tregtim ka qenë një tregtim që ka ardhur nga bottom, dhe ky tjetri ka ardhur nga bottom. Shitjet tregu, vi nga bottom dhe blem me idenë që do shkoj për lart. Arsyeja pse në tregun e stocks kam bler për lart është sepse u bë shumë i shitur te gjithë oraret. Kur shikojmë një ditori, shikoj se sa është shitur për këtë periudhë. Shumë i shitur këtu. Edhe te ditori, edhe te javori, një shitje shumë e madhe, dhe është detyruar tregu që të shkojë për lart ose të bëjë një kthim trendi ose një çmim mesatar. Logjika e tregut bazike. Po, ne kemi diskutuar te podcasti para 2-3 javësh që presim që çmimi të rikthehet në çmim mesatar. Po në kripto kemi parë diçka tjetër që ka ecur pak në Bitcoin, ka ecur mirë. Po, tani Bitcoini kur shikon, unë kam kapur nga bottom. Kam kapur nga bottom të 75 e kam hyrë. Sa të shikojmë dhe historiu këtu. Ku e kemi, ja. Shikojmë ato lëvizjet e para. Shikoj, kam kapur ku është. Po. Shikon këtu që kam tregtuar euro, dollarin dhe florinë, kam dalë me humbje. A thash unë do të përqendrohem te ato gjëra që unë di. Dhe dola, dhe pastaj shikoj fitoret që kanë ardhur me Ethereum, me Nasdaqun, Gjermanin, Bitcoinin, dhe vala parë. Vala dytë, kemi kapur dhe ca të tjera, po të njëjtat. Pak humbje këtu, që pranohen. Shikon, me humbje të vogla. Shikon, normale. Dhe pastaj kemi kapur valën e dytë, nga 15.000 nga 10.000, nga 33, 63 kemi kapur Solano këtu. 33, 37.000 blerjet e vazhdimësisë që bëjmë atë trendin e madh që thashun aty kam bërë kapitale.
Këtu vetëm te kjo kam bërë diku te 150.000. Dhe te këto tjerat, po i përshim dhe këto. Diku te 160, 400. Pastaj këtu kam bërë dhe 100 të tjera, te vala tjetër e mirë nga bottom. Gjithë lëvizjet e tjera kanë qenë, le të themi, cicmise që unë jam detyruar që të bëja me menaxhimin shumë aktiv. Te ana e day trade me idenë që kur shikoja që unë po tregtoja asetet e mia te accounti live, unë i ka shpejt shtype butonit te Nasdaqu, te US 30 dhe këto, dhe bëja blerjen shitje, pastaj shikoja dhe vija stop losset gati dhe i hante stop losset. Nuk është që bëjë një menaxhim shumë aktiv. Edhe këtu kemi marrë një 20.000 të tjera, një 8.000 të tjera këtu, ca humbje, dhe pastaj e mbylla purchase. Po, jo 280 më mbylla jo. Por dy val, një val këtu dhe një val tjetër të madhe. Kjo ka qenë. Kaq ka pasur tregu atë në muajin prill. Po për 20 ditë në ditë që ke tregtuar. Po. Por konceptet, do të edhe i gjë tjetër që mund të shkoni te Telegrami dhe të mësoni dhe të shikoni si analizoj una dhe si diskutojmë për tregjet. Mund të shkoni edhe aty të shikoni lëvizjet e mia. Pastaj keni dhe keni webinare të falas, një webinar që kam bërë edhe keni në YouTube, dhe aty të mësoni se si tregtoj unë. E shpjegova pak më parë që unë bëj afat mesë, po të njëjtin koncepti mund t'i përdorni për day trading. Si mendon, ta lej me kaq? Në këshill që ke për gjithë gjusit ose për ata që duan ta fillojnë trading ose për ata që e luajnë po nuk janë fit improvers, por edhe për ata që janë fit improvers, një këshill e përgjithshme. Edhe mbyll. Du ta shikosh si një loj probabiliteti, dhe kjo i bin që ti tani du të bësh i aftë të studiosh tregun në detaje, të gjesh momentin e duhur kur anon tregu në krahun tuaj, mos e mbi kompliko tregtimin, përqendrohu më shumë te apo kapanimin, dhe pastaj menaxho situatat. Po që mbi komplikon, po që merresh me strategji që janë të shumë të ndërlikuar, shumë të komplikuar, shumë faktor për të interpretuar, do keni vështirësi, sepse do keni vështirësi në vendimarrje. Nuk do keni qartësi. Në çdo gjë do të duket sikur është një shenjë negativiteti ose shenjë pozitiviteti. Shikoj shumë personat e Telegrami në momentet e parë që kanë hyrë, ka qenë shumë të ndjeshëm. Tani e kuptojnë që duke qenë shumë i qetë unë që them, duroni, gjërat janë okay, tregu po vazhdon për lart. Është trendi akoma për lart ose për poshtë. Ka filluar që nuk komentojnë shumë që po bëra 3% apo po bëra 1% kripto ose tregu. Janë gjëra të natyrshme në treg, dhe po kuptove bazën, nuk e mbi komplikon, do thjetësi tregtimi. Si puna kësaj që kam kapur nga bottom, ca lëvizje, pastaj një val në rritje. Pastaj do shumë përkushtim, do ta dush me vërtet si punë, dhe do, le të themi, një motivim maksimal, sidomos kur edhe me vite që kam humbur unë, dhe Kleo besoj edhe të tjerët që janë të suksesshëm tani kanë humbur vitet e para. Të duhet një vullnet i madh që të shtysh përpara dhe të dalësh nga humbja dhe të bësh fitues. Kështu që edhe ana le të themi psikologjike është kjo pjesë. Okej? Herën tjetër kur të bëhet ky kompeticioni, do futem dhe unë të shikojmë se si do ecën, domethënë bëjmë kemi të njëjtën strategji dhe do të shikojmë se kush do ecë më mirë dhe kush më keq, dhe do bëjmë dhe një video tjetër ndoshta që do të shikojmë kush ka bërë gabim në vendimarrje, dhe ndoshta do mësojmë dhe diçka më shumë. Besoj se mbas 3 muajsh mund të jetë një kompeticion tjetër. Do shikojmë, shpresoj që të kemi kohën e dur dhe. Po. Do shoj vetëm një gjë këtu që unë kam bërë shumë gabime në vendimarrje
në këtë kompeticion dhe prap kam dalë fit improvers sepse kam përdorur konceptet e duhura. Gabimet e vendimmarrjes kanë qenë sepse po bëhet day trading dhe nuk jam mësuar me cicmiset e tregut. Jam mësuar pak më i qetë. Dhe momenti që unë e qetësova veten dhe u mora më shumë me swing trading, me atë gjë që unë jam i aftë, atëherë kam qenë kam kapur profitin e duhur dhe hyja te top 1% të hektarëve në kompeticion. Kështu që vendimmarrja dhe kjo gjë që po thot Kleo do ishte një gjë interesante të analizoshim diferencën, ndryshimin midis se do mësojmë nga gabimet e njëri tjetrit, po shpresoj që ta realizojmë në kompeticionin e ardhshëm. Tani është bë koha dhe më shkurtër për mua, kemi themi shumë njerëz që janë bërë pjesë të Telegrame, ndoshta nuk do kemi mundësi, po do mundohemi besoj që e bëjmë, do gjejmë kohën për të informuar dëgjuesit. Shpresoj. Mirë, mbyllim. Shumë faleminderit Henry që na shpjegove gjithë rrugtimin tënd tek ky kompeticion. Shpresoj që ky vit të jetë sa më i suksesshëm për ty, edhe në kompeticionin që real, që është kampionati i investimeve ndërkombëtar. Suksese dhe doja t'i falenderoj gjithë dëgjuesit, na bëni subscribe në YouTube, na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, sepse edhe të jeni pjesë e grupit Telegramit, sepse aty kemi çdo ditë analizat që bën Henry në mëngjes për të gjitha tregjet kripto, forex edhe stocks. Kështu që do merrni gjitha informatat e duhura. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithëve. Mirupafshim.